të dashur qytetarë të kryeqytetit, sot këtu në sheshin George Bush përballemi edhe me një ndërhyrje të palegjshme të qeverisë qendrore, e cila ka ndaluar për herë të dytë punimet për projektin që do të transformojë këtë pjesë të kryeqytetit. Kjo është një përpjekje qëllimshme për të penguar zhvillimin e kryeqytetit dhe për të mbajtur Prishtinën të pazhvilluar e në vazhdimsi të bllokuar. Kërkesat dhe arsyetimet për këtë ndërhyrje janë të pabaza dhe jo ligjore. Institucionet që duhet të ishin të pavarura tani po përdoren për të sabotuar të gjitha projektet madhore të kryeqytetit, duke i shërbyer kështu interesave politike dhe duke shkaktuar dëm të drejt për gjithë qytetarët e kryeqytetit e faktikisht edhe gjithë vizitorët që vinë. Projektet tona madhore, në veçanëri ky projekt, janë ideuar për me promovu dhe për ta ruajtur trashëgimin kulturore. Shikojeni sot, jeni këtu, edhe po e shihni vetë në çfarë gjendje është kjo hapësinë, në çfarë gjendje është qendra e kryeqytetit. E projekti ynë këtë shesh e ka për qëllim që ta modernizoj, që hapësirat publike të jenë po ashtu të mirë funksionalizuara edhe paralelisht me respektu dhe me promovu gjithmonë trashëgimin kulturore. Gjithmonë. Pra asnjëherë nuk cenohet trashëgimia kulturore në kryeqytet. Po e trajtojmë pra trashëgimin si pjesë përbërëse të identitetit dhe ekonomisë të qytetit, siç kërkon çështja bashkëkohore që vendos trashëgimin në rolin e faktorit dhe vektorit të zhvillimit e jo të bllokimit, siç është duke ndodhur çdo kohë me qeverisjen në ikje. Institucionet që duhet të ishin të pavarura tani po përdoren për me sabotu këtë projekt dhe projekte të tjera, e dini cilat janë ato, që sjellin përfitime të drejta për secilin qytetar. Dhe për kundër ftesës publike që kanë bëhur për dialog, për diskutim publik me ministrin Qeku, ai refuzon me ardhmë, pra kam kërkuar që ai të vijë së bashku me të gjithë ekspertët që po i tregojnë gjëra të gabueshme ndoshta, ose ky vet i mnicon gjëra të gabueshme dhe të jashtëligjshme për sabotim të kryeqytetit, ai nuk vjen. Pra nuk jep llogari para qytetarëve të kryeqytetit. Nuk tregon pse, nuk don me ardhmë me u ballafaqu me të vërtetën. Cila është e vërteta? Asgjë të jashtëligjshme, pra zero elemente të jashtëligjshme ka ky projekt, e po ashtu edhe projekte tjera. Po tash fokusohemi këtu në George Bush. Pra të gjitha intervenimet tona janë për brenda ligjit, edhe ju siguroj që nuk do të ndalemi. Pra neve pikrisht ky ministër po na shkakton dëme të mëdha, po na i bllokon, pra po e shfrytëzon mundësitë e vet, faktikisht fol edhe në emër të policisë, fol edhe në emër të prokurorisë, jam Ermenia që është çapo diun, domethënë në mënyrë më të keqe, më negative të mundshme mundohet me përdor pushtetin për me bë bllokad kryeqytetit. Jemi këtu pikrisht në sheshin George Bush. Edhe shikoni gjendjen e sheshit George Bush. Shikoni projektin ton, i cili ka të bëjë me transformimin e këtyre hapësirave publike. Pra po e hekim asfaltin, po i vëjmë gur të cilët e transformojmë këtë hapësinë dhe bëjmë një qasje ose një element publik të mrekullueshëm, e modernizojmë këtë hapësinë, e çka bën qeveria, çka bën ky ministër, i përdor institucionet për me ardhë edhe me bloku, edhe me sabotu kryeqytetin. Këtë po them edhe një herë, po e përsëris që ne nuk do të ndalemi. Edhe apeloj edhe tek policia që për shembull përdoret sikur mjet nga ky ministër, që t'i shikoj faktet faktikisht, se ne do të tregojmë edhe kallëzime penale edhe për këtë ministër, edhe për secilin ministër edhe secili person që provon në mënyrë jo ligjore me ndal zhvillimin e kryeqytetit. Prandaj ne do të vazhdojmë me punimin. A do të vazhdoni me kallëzim penal me Patjetër që po. Edhe që i përgjigjeni deklaratave të ministrit Qeku? Unë ju kam përgjigj deklaratave të ministrit Qeku, domethënë janë faktikisht të pavërteta
janë propagandë, puro propagandë, edhe për këtë edhe i kam kërku diskutim publik. Eja të flasim para publikut, edhe ti tregoj faktet e tua, ne po i tregojmë faktet tona. Të gjitha i kemi. Zero arsye ka për me undal ky projekt. Po ashtu edhe projekte tjera, zero arsye. Pra është puro politike. Cilat janë hopat e më të tjeshëm që pritni me ndërmarrë tash? Ne do të vazhdojmë punën, më thonë se kjo është plotësisht ligjore, edhe po them që mos të përdoren tash edhe nga ana, ne kemi tregu edhe kallëzim penal edhe ndaj inspektorit i cili faktikisht e ka ndalë herën e parë, e tash përdoret edhe ai prap për me ndalë edhe herën e dytë, po i tregojmë që secili që provon ta ndalë projektin këtu, do t'i tregojmë kallëzim penal, edhe po ashtu edhe të tjerëve që mundohen që institucionet të cilat duhen të jenë të pavarura në shërbim të qytetarëve, po përdoren kundër vetë qytetarëve, kundër neve. Po them, jemi këtu në sheshin Gjergj Bush. Enim tregoni këtu, ky asfalt a duhet të mbrohet. Pra çka është projekti? Po i ndrojmë gypat e azbestit, gypat e ujit që janë të azbestit, që janë prej para 50-60 viteve që janë të ndalume, po i ndrojmë. Njëjtën kohë po e hekim këtë asfalt, po e shtrojmë me gurë që kanë edhe një estetik shtesë, që faktikisht të ndërtesat të cilat ishte dashur faktikisht me qenë të mbrojtuna, ligjërisht nuk janë. Domethënë, kemi këtu edhe punë të cilat vetë ministria nuk ka kryer edhe thirret për shembull në për dokumentat të cilat janë vetëm drafte, edhe krijon amulli tek qytetarët. Me rrenat e tyne, domethënë mundohen tash me pru këtu në shesh. E normal për gjëra për shembull si edhe rektorati atje, po them edhe Grandi, kur e hek asfaltin edhe i ke këtë shtresën tjetër të burit, vetëm se bin pa edhe lartësohen. Nuk ndodh asnjë gjë tjetër negative. Po jam këtu edhe me drejtorin e planifikimit Arbër Sadikin, jam po ashtu edhe me nënkryetarin, me drejtorin e urbanizmit këtu, jemi së bashku edhe me zyrën ligjore, ku ne kemi shiku të gjitha pikat ku ata edhe thirren, edhe në bazë të cilave faktikisht janë mundu me ndalë, të gjithat janë jashtë ligjore, s'ka asnjë bazë ligjore. E qysh ka mu viju tutje një qytetar që nuk e din këtë problemin mes? Po shpresoj që qytetari sot Cila është informata e parë që jepni një qytetar? Informata e parë është që çdo punë që ne jemi duke bë është për brenda ligjit. Pra nuk ka asnjë punë që është jashtë ligjore, edhe unë jam i gatshëm, siç edhe kam ftuar ministrin, të debatojmë këtë çështje publikisht, po edhe nëse është nevoja në gjykata, sepse aty do të vje puna, edhe ai do të jetë i penalizuar për këtë çështje, për bllokada që po i bën qytetit në Gjergj Bush, në platforma e cila lidh pallatin me Arbri, në nënkalimin Agim Ramadani e shumë projekte tjera. U vetëm në vazhdim të kësaj që vetëm se e tha kryetari, që i gjithë projekti është i përqendruar pikërisht në shtimin e vlerave edhe të ndërtesave që kanë vlera arkitektonike për qytetin e Prishtinës, dhe i gjithë orientimi prej fillimit i këtij projekti ka qenë për ta ndihmuar dhe për t'i nxjerrë ato kvalitetet e atyre ndërtesave. Në këtë drejtim ne edhe kemi pas disa takime edhe me Institutin për Mbrojtjen e Monumenteve dhe kemi prezantuar para tyre projektin në detaje me kërkesën tonë që t'i sqarojmë të gjitha dilemat që mund t'jenë. Dhe me thonë drejtën ato takime ne kemi fitu një përshtypje se po kuptohemi, sepse argumentat kanë qenë pothuajse pa përjashtim në anën tonë, sepse flasim pikërisht për atë qasje promovimit të ndërtesave me vlerë arkitektonike. Në kuptimin e kategorizimit të pjesës ligjore, në cilën ne me thonë drejtën nuk kemi prit që kemi nevojë të futemi, por me sa duket nga pala tjetër po insistohet që ne të futemi edhe në detajet e tilla. Atëherë unë mund të them me kompetencë, sepse i kemi parë jo vetëm në nivel të arkitekta, po në nivel të jurista, se bëhet fjalë në 3 kërkesa shtesë që i ka pas Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve, që të 3 sipas nesh janë plotësisht të panevojshme, sepse ata thirrën fillimisht në kinse po punohet në 4 pjesë prej 7 pjesëve sa i ka sheshi
në zonën historike dhe të hartës të vitit 2019, e cila gjithashtu është një dokument i pa kryer dhe i pa realizuar deri në fund sipas procedurave që i parashofin ligjet tona dhe rregulloret tona, po edhe ashtu siç është, kjo zonë nuk shtrihet në zonën historike, po sipas atij dokumenti të papërfunduar në zonën mbrojtëse, që është terminologji krejt tjetër në aspektin shkencor dhe në aspektin juridik, bile në atë kohë kur përmendet tash zona mbrojtëse, sepse në qoftë se futeni në ligjin për trashëgimi të vitit 2004 nuk ekziston fare si kategorim i ligjor. Argumenti i dytë është kinse po i cenojmë rrezën mbrojtëse të aseteve të trashëgimisë arkitektonike, në këtë rast të monumenteve në mbrojtje. Për të qenë një monument në mbrojtje nuk mjafton që vetëm të bëhet një kërkesë prej dhe një vlerësim për institutit, po ka procedura të më të tjeshme të cilat shkojnë pas atij vlerësimi dhe janë afatet strikt të caktuar që të mos ju lodhi këtu, sepse ne në vazhdim do t'i nxjerrim edhe në për komunikimet tjera që do t'i kemi me ju me detaje. Duhet që të shkojnë në këshillin e trashëgimisë, cilin këto ndërtesa nuk kanë shku kurrë, dhe pas saj duhet të shkojnë dhe të regjistrohen në katastër, qoftë edhe vetëm si ndërtesa në mbrojtje të përkohshme. Pjesa tjetër është që çdo ndërtesë. Ajo s'ka ndodhur, po që të shkojmë edhe një hap më tutje. Një ndërtesë e përkohshme nuk mund të jetë përjetësisht e përkohshme. Është e caktuar sakt me ligj për trashëgimi se mund të jetë vetëm për një vit ndërtesë në mbrojtje të përkohshme, dhe thotë brenda një vitit, jo më larg se 6 muaj pas përfundimit të afatit, duhet të vlerësohet nëse është aset i cili mund të futet si trashëgimi e përhershme ose jo. Për zonën që po flasim, për pos bibliotekës kombëtare, e cila të paktën gjendet në atë listën e tyre pa i përfunduar këto procedura, po përsëris gjithsehë, po është i listuar si monument i kulturës i përhershëm, të gjitha tjerat nuk janë. Dhe ne vazhdimisht kemi kërkuar edhe në fazën që jemi, gjitha këto argumenta për pos që ja kemi shkruar edhe i kemi diskutuar në diskutimet që i kemi pas, dhe për fat keq ne jemi sot ku jemi. E treta që është më shqetësuesja dhe që duket nuk mund të rri pa thënë se duket tendenca e hapur vetëm për ndalë këtë projekt, thirrën në një dokument që dhe ata vetë quajnë që është dokument në punë sipër. Flasin për planin për menaxhimin dhe konservimin e zonës historike. Dhe aty thonë, anomalia edhe më e tutjeshme është edhe po ta marrim si dokument që është i aprovuar, pikrisht për këto zona që po flasim lejohen edhe më shumë se këto që po bëjmë ne. Që të mos ju lodhi, po lejohen edhe ndërtime, thotë sa gjysma e lartësisë aseteve që i quajnë monumente. Që i bie që ne këtu jemi me një ndërtesë që mund të ketë mbi 10 kate, i bie që deri në 5 kate lejohet edhe sipas atij dokumenti. Po prapë po them që unë po them këtë është për ta evidentuar atë tendencën me çdo kush me blloku, sepse në princip ai nuk është një dokument cilit mund t'i referohemi deri në momentin që nuk përmbyllet dhe nuk aprovohet nga të gjitha instancat. Pra unë vetëm du me shfrytëzuar rastin me i lut institucionet shtetërore që mos të bëhen mjet i lojrave politike të një ministri apo të një partie. Pra t'i lënë institucionet të pamvaruna, siç janë edhe policia, edhe institucionet që ndërmarrin masa, edhe mos me përdor për arsye se të gjitha këto tregojnë që janë propagandë dhe janë të pavërteta, edhe gjithsesi që ne do të tregojmë kallëzime penale ndaj secilit që provon të bllokojë këto projekte madhore me interes për gjithë qytetarët e kryeqytetit. A keni provuar me kontaktu me departamentet përkatëse në Ministrinë të Kulturës, sidomos pas të martës? Po e ndëgjove që ne jemi në kontakt gjatë gjithë kohës. Po normal që ne po them, vetëm anglezët e thirrin një gjë, common sense. Më thonë, çka është duke u bë këtu gabim? Asgjë. Çfarë logjike ka për me ndalë ky projekt? Çfarë logjike ka me ndalë, me hek asfaltin edhe me shtru me guri? Çfarë logjike ka me ndalë ky? Domethënë, janë totalisht të palogjikshme, e pastaj të jashtëligjshme, e pastaj tendencioze, e pastaj puro politike. Ne kemi kërku për komunë, mirë po kudo që e bojnë ajo i numërohet, kështu që nuk do të humbin qytetarët, nga kudo që e bojnë pagesën, ne i thrasim që të bëjnë në komunë, sepse ashtu është rregulloria në fuqi, po them edhe nëse kanë bërë në pastrim, nuk është problem, sepse nuk do t'i humbin parët. Faleminderit.